Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar Edin edhe Limin. Limi që nga dalja nga shtëpia e Big Brotherit, siç duket tashmë po e shijon suksesin edhe famën e tij. Ndoshta i kanë rënë në vesh edhe fjalët që janë folur për të lart edhe poshtë që e kanë bërë Limin që të merr një vendim interesant që të takon Edin. Gjatë kohës kur Limi hyri në shtëpinë e Big Brotherit, mbaj mend, Edi ka pas postuar në story një video duke thënë që po të isha unë aty brenda, lojën do ta kisha pikërisht me Limin, jo në kuadër të inatit edhe të urrejtjes të Limit, por në kuadër të dy lojtarëve të fortë. Më thënë Edi e quante veten shumë të fortë dhe Limi e quante veten njëkohësisht shumë të fortë. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë surprizuese për të gjithë shqiptarët. Tani nuk e di në qoftë se kjo fotografi që është shkrepur është në këmbim të muhabetit që dy të dashurit e Dolces apo dy çunat që Dolcia ka patur puthje, ledhatime, përqafime janë bërë bashk për t'i treguar publikut shqiptar që ne e kapëm dhe ishte një vajzë shumë e bukur, apo çfarë po ndodh në këtë mes. Realisht do me thënë është për t'u befasu pak, Edi e nxjerrën Albën në story dhe e quan fituese, e quan do me thënë një super support për Albën brenda shtëpisë së Big Brotherit, dhe në anën tjetër bën foto me Limin dhe ndoshta kanë biseduar për momentet me Dolcen, për marrëdhënien me Dolcen dhe për kohën që kanë kaluar me Dolcen. Siç duket, Limi gjërat e shtëpisë së Big Brotherit, emocionet e shtëpisë së Big Brotherit i paska lënë brenda në shtëpi. Jashtë kësaj shtëpie dëshiron që të krijon shoqëri, dëshiron që të krijon momente të bukura me çunat jashtë. Nuk dua të them që ka bërë gabim që ka krijuar shoqëri me Edin. Edi është djali më i mirë në fakt, shpirtërisht që ekziston, është djalë shumë i sinqert, është djali drejt për drejt, atë që e ndjen e thot, është rritur krejtësisht në një kulturë të jashtme, por në fakt është e çuditshme që të dy çunat bashk, do me thënë është ky fenomeni që ne kemi bërë këtë fotografin vetëm për Dolcen, që Dolcia ndoshta na shikon që jemi takuar dhe kemi komentuar dhe kemi biseduar për të, me patjetër që Dolce ka qenë pjesë e bisedës së Limit edhe Edit, këtë as nuk e diskutoj. Edi e quajti Dolcen një vajzë mendje lehtë. Besoj që dhe Limi ka patur të njëjtin qëndrim në bisedën me Edin, vetëm ato të dy e dinë se çfarë kanë biseduar, por unë jam shumë kureshtar të marr një mesazh nga Edi se çfarë është folur dhe çfarë i kanë thënë njëri tjetrit në raport me Dolcen edhe me dashurinë që Dolce në fakt krijoi me Edin edhe me Limin.